Me duart rokitje e Stivovasit, mirëpritën fillimin e punimeve për rregullimin e rrugës Hysen Kamberi. Por, përveç banorëve të këtij fshati, pas kryetarit Sfarqa në këtë përurim, kishin ardhur edhe shumë aktivistë të LDK-s. Aty u tha se nuk është vetëm kjo rrugë që do të asfaltohet në Stivov, por janë edhe disa rrugica të tjera, të cilat buxheti të komunës do t'i kushtojnë 370.000 euro. Kryetari i komunës Muharrem Sfarqa vlerësoi se rregullimi i infrastrukturës së këtij fshati ka një rëndësi të veçantë. Në këtë vend banim tepër të rëndësishëm për komunën e Ferizajt, i cili edhe për nga shtrirja gjeografike, po edhe për nga afërsia me komunën e Ferizajt tregon për një vëmendje të qeverisë komunale për të pas lidhje rrugore dhe qasje më të mira të lagjeve të këtij vendbanimi me pjesën e magjistrales që lidh shtimin me komunën e Ferizajt. Unë jam shumë i sigurt që në këtë projekt që do të asfaltohen një numër i madh i rrugicave, do të realizohen punime me seriozitet nga kompania përfituese e këtij projekti në gjërsi permanente sipas mundësive me aplikim të standardeve prej 6 metrash, ndërkaq që aty ku nuk është e mundur do të aplikohen asfaltime prej 5 metrave, domosdoshmërisht në disa pjesë edhe brenda gjërësisë së rrugëve të krijuara paraprakisht, për shkak se komuna nuk ka më mjete për shpronësime eventuale që ndërlidhen me zbatimin e projekteve infrastrukturore. Banorët e këtij fshati mirëpritën fillimin e punimeve për asfaltimin e rrugëve të lokalitetit të tyre, duke u shprehur se deri më tani kanë pasur shumë telashe si verës ashtu edhe dimret. Rrugën e kemi pas dëmtuar me gjatë. Edhe po janë këtu mbi 30 shtëpi, rreth 40 vjen. Në çetë rrugë janë. Fëmija kreç shkojnë shkolla atje? Fëmija dihet në rrugën e keqe të het. Kam sort, kështu që deri më sot kemi vujt ka gjë. Gjëse ka qenë me të vërtet një rrugë krejt e lanonash, edhe gjithmonë ka qenë e mirëbajtur vetëm nga fshatarët, kurse për parë po prek shteti. Nuk është dhe si rrugë etnike, po është shumë partiake, domethënë kur gjë nuk është bë jashtë rregullore tjera. Si edhe njëkohësisht fillon edhe rruga Zylfaj në Stivovin poshtë, me qenë se magjistralen e dalë dhe krijohen ato interesat jot përbashkë në përgjithësi të fshatit. Është një falënderim jashtëzakonisht i mirë ndaj Sfarqës. Kemi nevojë edhe tjera, është fusha e sportit, nga se jemi i vetmi fshat ose më ta çojë vetëm një shkollë fshatit të Stivovit, e cila nuk e ka fushën e sportit. Besoj që shumë frek edhe aty do të fillojnë punimet, të e pas parasysh se Stivova ka qitë futbollista që kanë mbrojtur në ngjyrat e komunës Ferizajt, e sportit Ferizajt, sportit në Gjilan, në kodët futbollit e kam fjalë. U bë e ditur se në fshatin Stivov do të asfaltohen 16 rrugica, të cilat kapin një gjatësi prej 6.195 metra.